Si asnjëherë më parë, Gjirokastra ka parë përmbytje të cilat ndoshta nuk I kujtojnë as ata që sot janë në moshën 80 vjeçare. Dhe kjo ka ardhur për një arsye shumë të thjeshtë. Dikur ajo që quhej Proj I Çullës vazhdonte nga lagja Granicë dhe nëpërmjet një kanali pothuajse sa I Lanës, vazhdonte dhe derdhej deri në Drino. Më vonë, për hatër që lagjën 18 shtatorit ta bënin me një rrugë të gjerë, me 4 kalime, 2 vajtje, 2 ardhi. Kjo, le themi, ky kanal u mbulua, por u harrua që të pastrohej. Dhe ja ku ndodhemi përballë faktit që Gjirokastra, një qytet I cili është I ndërtuar I gjithi në kodër, përmbyset. Duhet pastaj të vazhdojmë edhe me rajone të tjera të vendit ku pothuajse nuk ka qytet të ulësirës perëndimore që nuk është përmbytur. Neve harrojmë që ulësira perëndimore është një tokë e cila ju është rrëmbyer kënetave. Është një tokë e cila duhet vazhdimisht të jetë nën kujdesin e hidrovoreve, e kanaleve Kullus dhe e kanaleve Vaditës. Dua të kujtoj këtu që dikur në kohën e monizmit, në 1 tetor bëhej check-up I fundit I kanaleve Vaditëse, Kulluse për të parë a ishin në gatishmëri për të zbrazur tokat nga një përmbytje e mundshme. E njëjta gjë bëhej pastaj në prill për kanalet Vaditëse për të para ishin në gatishmëri për të përballuar sezonet e thatësirës. Mirë po kjo është harruar. Në vitet 90 duke përmbysur komunizmin, neve përmbysëm edhe pllakat e betonit të cilat mbanin këto kanalet kulluse, mbanin kanalet të cilat mbanin në eficiencë komplet fushat tona, ato që ishin në një farë mënyre hambari Shqipërisë. Çfarë ndodhi më vonë? Nuk mund të akuzohen qeveritë që erdhen më pas për mungesë vullneti, por ky vullnet përkthehej në voluntarizëm. Pra, unë do bëj investime, do hap kanale, do ngre hidrovore, caktohet ministri dhe ministri caktonte se ku do bëheshin. Në fakt, rruga është ndryshe. Janë institute si ato të studimeve hidrologjike, apo nuk e di se si quhen, apo institutet bujqësore, të cilat përcaktojnë në bazë të relievit se ku bëhen kanalet, se si bëhen kanalet, ku vendosen hidrovoret. Dhe pastaj këta e përcjellin këtë nevojë, e përcjellin në ministrit përkatëse të cilat akordojnë fonde. Dhe ministri është hallka e fundit, nuk është hallka e parë I cili cakton se ku do bëhen kanalet dhe ku do bëhen hidrovoret. Ministri është vetëm ai personi teknik I cili teorikisht kështu është edhe tek neve, që vetëm firmos për çeljen e fondeve, por nuk ndodh kështu. Për hir të vullnetit politik, ministri është ai që cakton se ku do bëhen hidrovoret, se cilat kanale do pastrohen apo cilat kanale do hapen. Dua të kujtoj këtu edhe një detyrë imediate siç është ajo e digave. Neve kemi rreth 1200 rezervuar të cilët mbahen nëpërmjet digave, diga të cilat unë nuk e di a kontrollohen, a riparohen, a mirëmbahen, sepse mund të ndodhem një ditë që shpërthimi këtyre digave të shkaktoj katastrofa. Duhet pastaj të vendoset një rregull I jashtëzakonshëm për sa I përket se ku mund të ndërtohet. Dikur të parët ta ndërtonin nëpër kodra, jo vetëm për të ruajtur tokën bujqësore, por edhe për t'u shmangur përmbytjeve. Dua të kujtoj këtu pikërisht aty ku e nisa Projin e Çullës. Dikur gjirokastrit të thoshin që Proji I Çullës shpërthen, sepse gjithkohon ka qenë një pruaj I thatë. Shpërthen një herë në 100 vjet, po kur shpërthen të bën gjëmën. Ndërkohë gjëma është akoma më e madhe sepse neve kemi tentuar ta sfidojmë. Mirë po natyra nuk mund të sfidohet. Me natyrën mund të ecësh vetëm paralel. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga, dhe gjithashtu ju ftoj edhe të lini komentin tuaj si mendim se cila mund të jetë rrugë zgjidhja në të ardhmen për të shmangur katastrofa të tilla. Faleminderit.